Në pedonalen e qytetit të Bilishtit, atmosfera e festave ka nisur zyrtarisht me ndezjen e dritave të Krishtlindjes, një aktivitet i organizuar nga Bashkia Devol, që mblodhi qindra qytetar të gjitha moshave. Mbrëmja festive u hap me performancën e artistit të njohur Sajmir Poda, i cili solli krijime muzikore të preferuara nga publiku, duke dhuruar emocione për të pranishmit, ndërkohë fëmijët u argëtuan me programin e veçantë të përgatitur Enkas për ta, me personazhe, lojra dhe një atmosferë plot gjallërie e ngjyra. Në momentin kulmor të eventit, të gjithë të pranishmit numëruan së bashku deri në ndezjen e pemës së madhe të Krishtlindjes, që këtë vit zbukuron pedonalen me dekorime të reja, më të ndritshme dhe më festive. Si çdo 6 dhjetor, ne jemi mbledhur për të bërë ndezjen e dritave të mbredhit të vitit të ri. Kjo është një datë që simbolizon fillimin e një sezoni festash, të cilat shpresojmë dhe dëshirojmë të vinë të bardha, të gëzuara për gjithë fëmijët, për vëllezërit, motrat tuaja, për prindrit dhe për gjyshit dhe gjyshet. Mbrëmja u mbyll me muzikë, fotografi, momente familjare dhe atmosferën e ngrohtë që shoqëron çdo vit fillimin e festimeve në Devol.